Ku është pyetja? Pyetja është si e sheh këtë përplasje midis Ramës dhe Bashës në distancë. Rama dhe Basha. Po, e shef ato video që bëjnë, ku i e njëri, ku i e tjetri, gjona të tjera. Ku i e? Ujë, mirë se erdhe. Në qoftë se Rama thot, në qoftë se Edi Rama thot, është i vetmi Aristotel në Surrel, që kundërshtarin e ka varë në Çengel. Të lumsha sa bukur e ke thonë. Rama është i vetmi arrogant që kundërshtarin e ka lënë në syn tavan. O të lumsha, po ti që Rama është një tip bace politikan race. Rama e ka një natë Ramën se Rama i ka mësuar rrugët e Hilës në kohën e Ismailës. Edhe këto duhet ta gjejnë me Ramën. O të lumsha. Dhe Rama në kohën e Ismailës dhe unë në kohën e Carlos Gentiles, unë kam qenë gardian në mësoj italian, që pija kafe në filxhan. Dhe në atë kohë ishte kolonel Franca Triola që në vend ujë pija Coca-Cola. Bune reklam du tani. Më kupton tani? Dalim ke Basha tani. Ke Basha. Rama mas kondesh me kundërshtarin Berishan, la me syn tavan, kur zoi besi Kusafan. Gjynësoi Spartak Gjelën Mandelën. Unë li Oldashin Hapashin. Lul Bashës i zhyti karrikën Korea Vashës me 10 vota plus Korea Vashës. Luli open sifon, Berisha open balkon, Rama open Ballkan. Kundërshtari me syn tavan. Po Berisha se u ka ringjall prapë Berisha. Berisha dëgjoj këtu. Berisha tani është moshë e tretë. Berisha tani ka një recetë. Berisha është moshë e tretë. Berisha duhet përdori vetëm një recetë që të bëjë jetën e qetë. Dhe Rama ka ndorë një gjë, të japi një licencë kundërshtarit Berishan, të dalit të blej politikan në Parlamentin Evropian, se këti nuk ka që banë. Po për Erion Velia, se është atje Erion Velia, është për mëshirë. Erion Velia tani sa pa erdha, Erion Velia ka bërë Tiranë në qytet evropian. Bravo. Erion Velia tani, hapni sytë. këto akuzonin se kemi një bashki, një bashki me mece dhe një qeveri me strece, e akuzonin to. Po, por atë e lënë drejtësisë. Ata e lajmë drejtësisë. Po drejtësia, si duhet drejtësia? Po bën punë. Unë duhet i them Balzakut, atij Dakut të Spakut, që të ufusi bishtin e Dajakut. Më kupton? Se unë jam Mr. Lupa e pi çaj me kupa e pi dhe me gota si që pi gjithë bota. Rama na hapi tunelin e Murrizit. Rama i vetmi Aristotel na bëni lagjet Tiranës. Rama. O Rame, ku je Rame? Ku je Rama? Rama ka emrin Rama, po Rama nuk është rënje, Rama në ngjitje. Ngjitje është. Edhe këty nuk postër vitje. Po Ilir Meta, Floria. Ilir Meta, brava qëft, Ilir Meta me 2 palkaseta, Rama përdori shëritin e LSI-s, ngriti timon e qeverisë 2013, mrapa i ndau skedën. A do ta marrë Rama prapë thua? Rama? Po Rama do ta tregoj me datën 11 maj. 11 maj. Me datën 12 maj. Ne do të përcaktojmë se ku ti thamim Ordaj. Ordaj. O Rame, ku je o Rame? Po të kërkoj njerëz e shive ç'a bëhet, me shive sa duhet. Batistuta me 2 paltuta, Rama. Rama është njësh. Njësh është nona. Njësh. E meriton. Njësh. E ka bërë Tiranë në qytet evropian. Vind hujt kënaqë në Lali Tiranën, e ka bërë Lali. Lali e ka bërë. Ti s'do thënë ju. Cili kanal e hapte? Kanali Pisk. Ma bëj një për Piskun, një kështu. Një minutë. Pisku a është ke syri, është ke. Jo, është në YouTube, po, vetë, po, kanali Pisk. A u ngope? Jo, kam reks akoma. Sa më shumë thaj unë. Po si ka lshu? Kujdes. I papar, po thjesht e kishte që dozën e lartë për sa i përket dashurisë që kishte me pushtetarët, sidomos me Ramën. Okej, ka qikat e dellën e poetik, ishte i veçantë, interesant. Shijojeni.